fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alejhim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Që do thot, wa man yuti'i Allaha wa rasul, ai i cili apo kushdo që i nënshtrohet Allah dhe të dërguarit, të tillët Allahu azza do t'i begatoj me, do t'i bashkoj së bashku, do t'i jap një begati që do t'i bashkoj së bashku me ku në ahiret, pas vdekjes, me pejgambert, me të drejtit, me shahidat, martirët, me njerëz të devotshëm, u hasuna ulaika rafiqa, e sa shoqërim i mirë është ai. Nëse hadithi do të ishte i sakt, atëherë kjo shpallje e këtij ajeti me atë rast do të na aludonte se të vdekurit që janë prej të shpëtuarve do të vizitohen. Mi po sipas dietarëve të hadithit që e kanë hadithin si të pasakt, do të thonë janë do dietar në këtë çështje. Ata që e kanë shpall hadithin si të sakt kanë thonë se ata vizitohen në mes veti. Mi po ata që kanë thonë si dietar se hadithi nuk është i sakt, kanë thonë se edhe vizita mes të vdekurve nuk është e sakt. Dhe këtë mund të avaqoj edhe më shumë hadithi që cekëm të thonë në pyetjen e 5 se të vdekurit prej xhenetlive flajnë në varret e tyre derisa të ringjallën në ditën e ringjalljes. Allahu azza wa jall e din më së miri. Në vazhdim sjellim pyetjen e radhës, thot, kur shpirti del nga trupi përderisa varroset, ku çndron ai? Sa i përket qëndrimit shpirti derisa të varroset, në hadith është cek shumë qartë. Se hadithin e vdekjes, hadithin e gjatë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që ka varros një prej muslimanëve është ul edhe ka shiku në qiell, pastaj në tokë. E ka përcjell shiqimin kështu 3 herë. Pastaj ka filluar me përshkru mënyrën se si meleku i vdekjes ja merr shpirtin njeriu. Dhe hadithi është i gjatë, ky nuk është vendi për me fol për këtë përshkrim. Shpresojmë që në gjërat e tashme në cilat do të flasim diçka për hadithin e vdekjes, do të shpjegojmë se si i mirët shpirti të vdekurit. Gjatë hadithit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se shpirtin e mirë e marrin me lajket të cilat e presin me një qefin të mirë, edhe e ngrisin lart. E nuk ka derë e qiellit vetëm se hapet. Nuk ka grup me lajke që gjendet në për qiell vetëm se ndin erën e mirë të qefinit edhe që këtij shpirtit mirë. Edhe pyet se cili grup me lajke shpyet për këtë shpirt mirë. Thot, derisa të mrin tek arshi i Allahut azza xal. Atëherë shpirti kthehet në trupin e tina. Thot, përderisa varroset i vdekuri, shpirti i tij është lart tij. Mi po pasi që të varroset shpirti kthehet në varr, edhe ai pastaj pyetet nga me lajket, Munker edhe Nekir, cila është feja jote, cila është pejgamberi jot, cila është Zoti jot, cila është feja jote, cila është pejgamberi jot. E njëjta është edhe me shpirtin e keq, shpirtin gjunaçar, fasik, hipokrit, pabesimtar. Ai ngritet lart, mi po nuk i hapen dyert e qiellit. Ai te ka ndodhe kundër ta. Ati vjen e keqe, edhe kthehet në trupin e tij ashtu sikurse kur gjuhet diçka, kur gjuhet një dru, pa kur far mëshire, pa kur far rahmeti, dhe kthehet në trupin e tij edhe gjithashtu pyetet nga Munkeri dhe Nekiri. Për shpirtin e mirë, me lajket janë përgëzuese. Ndërsa për shpirtin e keq, ato janë me fytyra zeza. Edhe çka e lajmërojnë vetë pamja tyre, lajmëron se çfarë pret a shpirt keq. Po kjo është dietar kanë thonë se ky hadith na tregon, na aludon se shpirti një përderisa i vdekuri të varroset, shpirti i tij është lart qiell. Kur ai varroset kthehet në trupin e tij, edhe ai do të pyetet për 3 pyetje të cilat i përmenëm ne ato. Vazhdojmë sjellim dëgjues të nderuar pyetjen e radhës, thotë, a është shpirti në qiell apo në varr? Sa i përket kësaj çështje,
Mumi me thonë se para se më u përgjigj, do thot, diçka është rëndësishme me ditë rreth këtyre pyetjeve. Ajo është se muslimani e ka për obligim me besu se shpirti ekziston, sa ai do të ndëshkohet apo do shpërblehet për veprat e veta. Mirë po, mënyra se si ndodh kjo, si do tjetë kjo, në qovë se njeriut ajo që ka është përshkruar në Kur'an apo në hadith, muslimani e ka për obligim që besoj ashtu si është, ashtu si që është, do më thonë, pa u munu me loll kokën e vetë, a thu valë kështu apo kështu, sepse janë çështje të cilat Allahu Azza wa Jall shumë prej tyre çështjeve i kalon të fshehta për neve. Edhe njerëzit janë munu, dietarët e hershëm, qoftë ata prej dietarëve të hadithit apo dietarëve të filozofisë, grupacioneve, sekteve ndryshme të jure, janë munu me dhonën mendime ndryshme, disa mbas të argumente fakteve nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo nga Kurani. Ata cilët kanë qenë prej grupe të tjera në bazë logjikës tyre, sepse kanë përdorur logjikën, kanë përdorur mendjen, edhe i kanë shkalu tekstit. Edhe në bazë kësaj kanë dhënë mendime ndryshme. Disa kanë thonë se janë qiell, disa kanë thonë se janë zbashku me trupin, disa kanë thonë se janë me një vend apo diku tjetër apo janë në ujin Zemzem, disa kanë thonë se janë në përzogj, kështu me radhë, thotë. Se cili për tyre është mënu në bazë teksteve apo në bazë logjike me nxjerrë diçka, një mendim, një konkluz rreth kësaj çështje. Mirë po ajo çka është më smirti ta kuptojmë edhe ta dim, po e citoj një tekst nga libri El Aqida Tahawiyya të imamit madh, imamit i cili i ka shkruar librin vetëm çështje të akidës. Aqida Tahawiyya është libër i njohur shumë. E kur flet për këtë çështje, thot: Ana al-arwah fi al-barzakh mutafawita a'dha mutafawit. Shpirtat janë në barzakh, mi pa të dallojnë njëra prej tjetrës. Thot: Fa minha arwahun fi a'la illiyin. Thot prej tyre janë shpirtra të cilat janë illiyin, vend xhenet, më së larti. Thot: Fi al-mala al-a'la. Thot çka? Në qiell, lart, mbi qiell. Wa hi arwahul anbiya salawatullahi alaihim wa salamu. Thot edhe këto shpirta janë shpirtat e pejgamberëve, ata të cilët janë lart në xhenet janë shpirtat e pejgamberëve. Wa hum mutafawitun fi manazilihim, po edhe ata dallojnë sipas pozitës që kanë. Wa minha arwahun fi hawasil at-tayr al-khudar. Thot prej tyre janë shpirtat të cilat janë në për zogj të gjelbërt. Tasrahu fil jannati haythu sha'at, cilat fluturojnë, ecën për xhenet aty ku kanë dëshirë ato. Wa hiya arwahu ba'da shuhada. Këto shpirtat janë shpirtat e disa prej dëshmorëve, jo gjithë dëshmorëve. La kulluhum. Bal man min ash-shuhada man tuhbas ruhuhu an dukhul al-janna li daynin alay. Sepse ka prej dëshmorëve të cilët shpirtrat e tyre pengohen nga hyrja në xhenet për shkak të një borxhi që e kanë pas këtë dynjë, sipas disa haditheve që janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se dëshmori pengohet nga hyrja në xhenet për shkak borxhi që ka pas dikujt këtë dynjë. Thot autori vazhdim: Wa minhum man yakunu mahbusan fi qabrihi wa man yakunu fi al-ardi. Thot për tyre ka të cilët janë të burgosur në varrin e tij. Për tyre ka të cilët janë tokë. Wa minha arwahun fi tanawwur zuna min az-zawani. Thot ka për atyre të cilat janë në një prej anëve të ndëshkimit, ata njerëz që kanë qenë prej amoralëve, prej zinaçarëve, se kanë bërë zina, amoralitet, pozicion këtë dynjë, me gratë e huaja, me çikat e huaja, e kanë prish nderin e tjerëve, kanë bërë amoralitet, kanë qenë të martuar apo të pa martuar. Thot Allahu azhel për këtë e ka përgatitur një farë ndëshkimi, qysh barzakh, para ahiretit. Të nëur është një farë anë ku kapën për organin e tyre
edhe lëshohen të poshte. Thot prej tyre ka që ndeshkohen dhe kësisoj. Thot ky dietar kur ka përmend gjendjen e shpirtrave se ku gjenden ata, i ka përmend gjitha llojet e shpirtrave, nuk i ka krahasuar vetëm ata të mirë apo vetëm ata të këqit. Po i ka përmend gjithë. Thot o arwahun fi nahri dam tusbahu fi wa tulqamu al-hijara. Dhe ka për shpirtrave që janë me një lom gjakut dhe hecin to edhe gjuhën me guri. Thot kullu dhalike tashhadu lahu sunna. Thot këtë këto dhe qka për këto është përmen hadithet shumë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mi po ajo qka është e rëndësishme, ajo që thamë pak më herët, njeriu mos më munu me kokën e tij me i kuptu këto sene, sepse shpesh herë këto çështje shejtani me anë të këtyre çështjeve mundohet që me deviju muslimanin duke i qitë atij vezvese derisa vjen dejte ndoshta edhe mohimi i Allahut azza xal. Duke mohu ato, e vjen edhe dejte mohimi i gjitha ndëshkime në varr. Sikurse kanë vepruar një grup prej grupeve, prej grupacioneve devijuara nga umeti musliman, cilët duke mohu gjitha hadithet që kanë të bëjnë me ndëshkime në varr, me shenjat e kiametit, hadithet që janë transmetuar nga një sahabi, jo nga shumë sahabi,